U tha se programi TikTok aplikacioni do të mbyllej, por faktikisht, brenda një kohe fare të shkurtër, është gjetur nga qytetarët e Vlorës dhe kryesisht të rinj, një zgjidhje tepër e thjeshtë e cila të mundëson të lundrosh falas në TikTok, ashtu si më parë. Zgjidhja vjen nëpërmjet një aplikacioni të titulluar me 4 njësha që ndiqni në ekran në këto momente, i cili bën ndryshimin e vendodhjes së përdoruesit të internetit, i quajtur ndryshe si VPN Change. Në momentin që ky program aktivizohet me anë të një butoni të thjeshtë pasi është shkarkuar nga App Store apo edhe Play Store, të gjithë ata të cilët e përdorin do të kenë mundësinë të lundrojnë në TikTok komplet në mënyrën siç kanë qenë më parë. Në të njëjtën mënyrë, duke hapur video të reja dhe duke mundësuar edhe uploadimin e këtyre të fundit. Ky aplikacion shkarkohet brenda pak minutash, teksa edhe instalimi i tij zgjat fare pak. Mund ta instalosh vetëm duke klikuar disa herë lejo në aplikacion dhe asgjë më tepër. Nuk kërkon as të dhëna identifikuese apo informacion shtesë. Aplikacioni, i cili ndryshon vendodhjen, është krejtësisht falas dhe funksionon si i tillë pa asnjë pagesë për gjatë gjithë kohës. Ai ndryshon vendodhjen e përdoruesve të aplikacionit duke nxjerrë një vendodhje të re, e cila është në Shtetet e Bashkimit Evropian, si Gjermani, Francë, Hollandë apo Belgjik. Në këtë mënyrë mund të lundrosh i qetë në TikTok. Vetëm për shkak të mbylljes së aplikacionit TikTok, programi VPN 1111 ka shënuar numër rekord të shkarkimeve dhe përdorimeve kryesisht ditët e fundit, ku vendodhja kryesore në këtë program e shkarkimeve është sigurisht Shqipëria. Në momentin që e çaktivizon VPN Change në TikTok, të shfaqen sërish video, duke menduar se aplikacioni është i hapur, por faktikisht ato janë të postuara më parë dhe nuk mund të ngarkosh në këtë program video të reja. Programi i cili ndryshon vendodhjen e përdoruesve, po përdoret masivisht nga të rinjt, adoleshentët, duke bërë që efekti i mbylljes së TikTok të jetë minimal. Numri i përdoruesve të tij po shtohet çdo ditë edhe më tepër, me abonet me qindra të tillë edhe në Vlorë, ndërkohë që brezi i ri është ai që e përdor më shumë, ku thuajse 60% e tyre e kanë shkarkuar dhe kjo përqindje po rritet me përmasa të frikshme çdo ditë. E vetmja gjë negative e programit është se konsumon më tepër internet. Mbyllja e TikTok, me sa duket, po shkon sërish drejt favorizimit të kompanive telefonike me abonentët që do të përdorin ndryshimin e VPN duke konsumuar disa fish më tepër megabajt. Ndërkohë, argumenti se brezi i ri tashmë pas mbylljes së TikTok do të ishte më i frenuar duke shpëtuar nga një program pa filtra, tashmë ka rënë poshtë. TikTok po përdoret po njësoj si më parë, pa as edhe një ndryshim.